por ngjilet gjithmonë vendim politik. Dhe vendimi politik që ka marrë kryeministri bashkë me Partinë Socialiste është mos ta mbledh Këshillin e Mandateve. Kush është arsyeja pse kryeministri nuk do ta mbledh Këshillin e Mandateve, mund të ketë paktën dy. Një është e parapunës që nuk do të nënshtrohet një vendimarrje për heqjen apo mos heqjen e imunitetit, se është një vendimarrje politike që Partia Socialiste do të duhet ta marrë për sa kohë që kërkesa është aty. Por ajo që unë mendoj që është më e rëndësishme për kryeministrin është mosdalja e mosbërja publike e dosjes që është depozituar nga SPAK-u në parlament. Në ajo që sot dim që është e sigurt është që dosjen e ka vetëm kryeparlamentari të mbyllur në kasafort, ndërkohë që anëtarët e Këshillit të Mandateve ende nuk kanë marrë një kopje. Nuk e kanë marrë? Jo. Dhe për sa kohë nuk ka një kopje të depozituar në publik, në të ngjasat që kjo dosje pastaj të rrjedh. Nuk kanë dosjen e plot apo nuk kanë asnjë flet të dosjes? Nuk kanë fare. Dosja është në USB, kështu që nuk është me flet, është një USB që duhet shpërndahet. Sa kohë vazhdon debati politik lidhje me ekzistencën, detyrimin për të mbledhur si mandateve, kjo dosje do të vazhdojë të flejë në kasafort dhe nuk do të dalë për publikun. Që unë mendoj që është risku më i madh që kryeministri po përpiqet të shmang. Sepse dalja e dosjes mund të provonte ose mund të tregojë që përveç faktit që zonja Balluku është pjesë e diskutimit, se normalisht për të janë provat, por në dosje mund të jenë të dhëna raport me kryeministrin, çka do ta cënonte drejt për drejt kryeministrin Rama. Ndryshe nga pjesa më e madhe e qytetarëve, unë mendoj që në rastin konkret zoti Rama nuk po mbron zonjën Balluku, thjesht po mbron veten e tij. Ai po bën veprime në kohë, duke shtyrë, duke përpjekur të fitoj kohë, duke krijuar mekanizma ligjor, përplasje ligjore, objektivi i vetëm i tij është të fitoj kohë, mjaftueshëm kohë. Nëse shkojmë në 3 muaj, është i pavlefshëm pastaj si kërkesë? Konsiderohet proceduralisht kthehemi si ke modeli i gjykatës kushtetuese, proceduralisht dhe kjo kërkesë bie sepse kuvendi ka detyrimin që brenda 3 muajve të shprehet dhe mos shprehja brenda 3 muajve konsiderohet e njëjtë me rrëzimin e kërkesës. Që do të thotë? Që do të thotë që kërkesa e SPAK-ut ngel në vakum, nuk është më e vlefshme dhe SPAK-u. Shuhet çështja apo mund të bëjë një kërkesë tjetër? Jo, mund të sjellë kërkesë tjetër SPAK. E qartë. Teorikisht kjo s'ka ndodhur asnjëherë, që të hidhet poshtë, ta theksojmë edhe për publik, nuk ka ndodhur asnjëherë në dijenin time deri më sot që një kërkesë e prokurorisë, cila do qoftë ajo, pse në Shqipëri kemi ndryshuar emërtimet, herë ka qenë prokuroria e përgjithshme kompetente për këto lloj çështjes, herë krimet e rënda tani prej disa vitesh SPAK-u, nuk ka ndodhur që të hidhet poshtë një kërkesë e tillë. Mund të jetë vonuar, siç ishte rasti i zotit Tahiri, që u vonua me disa ditë, shkoi gati një javë procedura. Por nuk ka ndodhur as vonohet kaq shumë. Nuk ka ndodhur kurrë të vonohet kaq shumë, bim dakord me këtë, sepse për ta kuptuar edhe për ta shpjeguar që ta kuptojnë edhe qytetarët që na dëgjojnë. Atë që nisi ta thotë Rezi më herët. Ka urgjenca e këtyre kërkesave është themelore, sepse nga momenti që hiqet imuniteti një deputeti, po dalim nga rasti aktual, po flasim në teori, jepet e drejta prokurorisë që të bëj kontrolle banesash, kontrolle automjetesh, të sekuestrojë telefonat etj. Gjëra që i ka të ndaluara nëse nuk hiqet imuniteti. Dhe nëse këto kontrolle vonohen me 2 muaj apo me 3 muaj, shkojnë në limitet kohore, çfarë vlere ka pastaj një kontroll banese kur ti e di tashmë që ke 2 muaj dhe po bën betejë ligjore që të mbrohesh. Kthehemi njësoj si rasti i zotit Ahmetaj, që e dinte që do të hiqte imunitetet e iku. Nuk shkojmë në këtë skenar, besoj se... Jo, në rastin konkret është bllokuar pasaporta. U bllokua dalja nga vendi. Por problemi ngelet gjithmonë po ai. Logjika e kërkesës për heqjen e imunitetit kërkon afate shumë të shkurtra. Ndërkohë që ajo që po ndodh, është sui generis, është rasti i parë. Në të gjitha rastet e tjera kur është drejtuar prokuroria me kërkesë parlamenti ka vepruar në afate shumë të shkurtra. Sot, ajo që po ndodh është që po shtyhet, dhe nuk po shtyhet me një arsye. Është precedent i rrezikshëm ky? Absolutisht është precedent i rrezikshëm. Sepse në këtë pikë nuk është çështja se parlamenti nuk po merr një vendim. Parlamenti ka të gjithë takat marrë çfarë lloj vendimi që do. Mund ta pranojë kërkesën e prokurorisë, mund ta rrezojë kërkesën e prokurorisë. Ajo që po ndodh është që po shkohet drejt mosmarrjes vendimit, që do të thotë po krijohet një procedurë e re, një precedent i ri, në cilin parlamenti mund të thjesht refuzojë ta marrë në shqyrtim kërkesën e prokurorisë. Sa janë gjasa që kjo? Dhe kjo është më e rrezikshme. Nëse ndodh kjo, probabilisht. U mbushën 2 muaj. Janë mbushur 2 muaj nga kërkesa e prokurorisë dhe 30 ditë kanë ngelur, që do të thotë, nëse në 30 ditët e ardhshme, janë më pak se 30 ditë, nëse në 30 ditët e ardhshme parlamenti nuk do ta shqyrtojë kërkesa quhet e rënë. Dhe do krijojmë precedentin e ri, që është precedenti më i rrezikshëm, sepse nuk ka lidhje me vendimarrjen, ka lidhje me injorimin, që do të thotë ti mund të sjellësh çfarë lloj kërkesë që unë dua, dhe unë me manovra politike do vendos mos ta marr fare në shqyrtim. Dhe kjo teoria... Do ta ul besueshmërinë tek institucionet e drejtësisë së re në një kohë që